Kapiteni kombëtar Brad Gjimshiti foli pas triumfit 3-0 që Shqipëria arriti në shtëpinë ndaj Andorrës. Ishte përgjigje e duhur jo vetëm për tifozët, por edhe për ne. Ishte rëndësishme të rikuperonim ndeshjen nga me Anglin. U futëm në fushë, krijuam golin me Manajin që ishte Chelsea për ta fituar ndeshjen. Ishte shumë e vështirë dhe nga lodhja, s'kishëm kohë të shikosh kundërshtarin. Ka qenë shumë e vështirë. Çunat kanë bërë një ndeshje shumë të mirë. Mund të përmirësojmë disa gjëra, por jemi të lumtur me 3 pikët. Gjendja është e mirë, kam një problem prej shumë kohësh në kavilje, shpresoj që deri në fund të vitit do e mbaj mirë. Folëm me trenerin dhe stafin, ishte më mirë mos të rrezikoja shumë, kjo është gjëja më e rëndësishme. Do të na pëlqente të luanim gjithmonë në sulm, por varet nga kundërshtari dhe kualiteti. Do të përmirësohemi me kalimin e kohës, do të shikojmë një Shqipëri të mbukur. Por gjëja më e rëndësishme është të fitojmë ndeshjen. Mos shpreh Gjimshiti për mikrofonin e Supersport.